Në vitin 1960, zhvlerësimi i paundit çoi në vendimin e kryeministit Harold Wilson dhe ministrit të mbrojtjes Dennis Healey për të tërhequr trupat nga bazat në lindjet e Adenit. Kjo përfshinte jo vetëm Malajzinë dhe Singaporin, por edhe Gjirin Persik. Me kalimin e kohës, lindja e Adenit u interpretua si tërheqje nga të gjitha bazat në lindjet e Suezit. Megjithatë, edhe pse Britania kishte humbur fuqinë, nuk kishte humbur ambicien. Në realitet, Britania nuk u tërhoq kurrë plotësisht nga lindja e Suezit. Ajo kishte dominuar Gjirin Persik që në shekullin e 19 dhe vazhdoi ndikimin përmes shteteve të Gjirit. Në vitin 1971, këto territore fituan pavarësi formale, si Emiratet e Bashkuara Arabe. Omani, Kuvajti dhe Bahreini mbeten të lidhur ushtarakisht me SBA ose Britaninë. Britania riktheu një bazë detare të përhershme në Bahrein në vitin 2014 dhe hapi një bazë ajrore në Emirate në vitin 2024. SBA dhe Britania ndan gjithashtu bazën ushtarake në Diego Garcia në Oqeanin Indian, ku popullsia vendase u dëbua me forcë për përdorim ushtarak. Në mesdhe, Qiproja mbeti bazë strategjike britanike që nga viti 1878. Në vitet e fundit, baza ajrore britanike në Akrotiri është përdorur për fluturime vëzhguese mbi Gazën. Lidhja me luftën kundër Iranit qëndron në kërkesën e Teheranit për tërheqjen e plot të SBA-s nga Gjiri Persik, si kusht për përfundimin e luftës. Kjo do të nënkuptonte edhe tërheqjen britanike, një tërheqje në perëndim të Hormuzit, paralel me atë në lindjet e Suezit.